Bashkim, të lutem athirë, të lutem, se do doja t'i falenderoja publikisht do t'javniu. Ka edhe një pyetje, po drejtoro. Po, do t'javni, unë do doja një 3 gjëra, Drejtoro, vetëm një sekundë. të lutem, po, me gjithë respektin. Tashi mund të flasis sepse të gjonë. Zotë Javni, unë Ju dëgjoj. me shumë guzim për sakrificën dhe për kushtimin që e keni ju, që hyni në rrezik për të shpëtuar jetë, unë personalisht ju falenderoj të gjithë zjarfikësve kudo që janë, për humanizmin, forcën që tregoni për çdo ditë. Ju Dhe faleminderit shumë. respekte pa fundësi, prej në tokë deri në qiell, për të gjithë zjarfikësit të nënqiellit ton, me këta kushte që i kemi, unë kam një respekt shumë të veçantë për të gjithë. Ja ku Ja ku e është... kemi, ja ku e kemi, bashkimin gati e kemi. Mirë mëngjes i bashkim. Kaloj një miku im tani dhe sa po i thash, live jemi. Jemi Jemi live. live. Po Po mirë pse s'u bashkim, afruaj? sa përshëndesim Live më jemi. bashkim. Po pse nuk e vazhdoj refrenin ai? Apo nuk e dinte? Ta kishte vazhdu, ai. Bashkim, unë të nuk e njoftoj me vazhdoj. shokët e mi këtu në studio që i ka me regjien. Ti pse s'na njofton me shoqërinë tënde? Ishin të rastishëm ata. Iku, shnet herën tjetër. Në rregull, në rregull. Besoj që në ndërkohë nëse dikush na sheh, do t'i shkoj bashkimit atje dhe të thotë, a jemi live? Live jemi dhe vazhdon refreni. Himni, vazhdon himni. Bashkim, tema e ditës sot, me për momentin të shikojmë që je në sheshin e Tetovës, në mos gabohem. Po? Drejtoro, Dhe, po shikojmë- fillimisht t'i qetësojmë banorët, do me thënë, nuk ka ndonjë zjarr, nuk ka ndonjë të ndezur diçka, vetëm se ka makina i gjithë arsenali i njësisë territoriale kundër zjarrit sot na ka bloku sheshin këtu. Ta shohim më vëlla ç'a bëjnë këtu, kush i ka thirrë këtu, po ndodhi në zjarr, a ka ndonjë makina që në Pse s'na zjarr kanë që do thirrë i edhe ne? ripall. Po, pse s'na kanë thirrë edhe neve, po duheshte që t'i hasim këtu, t'i takojmë. Rastësia. Të shohim se ç'ndodh, unë këtu prapa meje diku atje, pas shoh kryeshefin e njësisë territoriale kundër zjarrit. Avniu, t'ju marrim pyetje pak. Avniu përndryshe është kryeshefi i njësisë territoriale kundër zjarrit. Avni, a ka mbet dikush të zjarfiksit atje, apo krejt keni dalë në shesh, edhe pyetja e dytë, çfarë bëni more vlla se na shtyte ethet me sabah. Sot është dita e zjarfikësve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Do të thotë nuk ka zjarr. Nuk ka zjarr, kemi ekipe të cilët rrinë në stacione kujdestar, kemi edhe stacionen e të Arcës, të cilët janë në gatishmëri për çfarëdo lloj të keqe që mund ndodhe. Dash zoti mos kemi kështu të këqija sot. Avni, në çfarë gjendje është njësia territoriale kundër zjarrit pas shumë dekadave e formuar, do të thënë ditën e sotme në ditën e zjarfikësve. Cilat janë nevojat e kësaj qendre, çka keni plus nëse ka diçka? Do me thënë, si që shifni edhe këtu, është një flot e makinerive të cilët zjarfikësit e Tetovës i posedojnë. Normal që kemi mungesa dhe dihet që kemi shumë mungesa në kapacitete njerëzore, gjithashtu edhe në kapacitete mekanike, si që janë edhe kamion të ndryshëm. Ne si zjarfikësit e Tetovës bëjmë përpjekje që të hapim edhe nën stacione tjera, si që është ajo e të Arcës, Zhelinës dhe nën stacione në fshatin Bogovin. Ekziston një mini stacion atje, sa është funksional edhe aq nuk është funksional, mirë po tash me vendimet që do i marrim së shpejti, do më thonë do e vendojmë në funksion atë stacion që të jemi së më afër qytetarëve dhe t'ju dalim në ndihmë qytetarëve. Avni, një pyetje pak ndryshe nga era tjera. Këto kamionët që shohin zjarrin, i kalon shoku Tito tek ne, apo është periudha e sundimit gjerman, e kohës së Hitlerit? Dhe a lëvizin more vlla, ecin ende mirë këto? Do me thonë, këto janë në kondukcion të mirë, dihet që i kemi donacione nga mërgjimtarë tonë, apo edhe nga UNDP, ambasade e Zvicrës, si që shini edhe pas neve këtu keni
automjetet të reja, të cilët e kemi pas donacion nga ambasada e Zvicrës dhe UNDP. Po këto janë vetëm makinat e vogla të kundër zjarrit, domethënë veturat ose xhipat, se ne vozisim këto veturat vogla, nuk i dim këta të mëdha si janë. Kamion, ana duhen kundër zjarrit, a duhet shtetit pajis me kamion të ri kundër zjarrit që të mos ketë probleme? Në shumë deklaratat e mia kam potencuar që shteti duhet mendon seriozisht për kamion të cilët i nevojiten njësive kundër zjarrit në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Arsyeja është se kemi ato duken se janë të vjetruara, mirë po janë në konduksion të mirë dhe janë të shpejt dhe të sakt në vend ku ne kemi nevojë që të intervenojmë. I boj apel edhe një herë, dhe me thonë shtetit që të mendon seriozisht në këtë drejtim për arsye se ne jetojmë në këtë shtet, ne jetojmë në këtë qytet dhe duhet kemi makineri të specializuara së fundmi që të jemi sa më afër qytetarëve në çfarëdo lloj raste të fatkeqësive. Të faleminderit shumë Avni. Jo, bashkim, të lutem, bashkim. Bashkim, të lutem Athir, të lutem, se do doja t'i falenderoja publikisht do t'i Avniu. Ka edhe një pyetje, po drejtoro. Po, zote Avni, unë do doja një 3 gjëra. Drejtoro, vetëm një sekond. Të lutem, po, me gjithë respektin. Tash mund të flasish sepse dëgjon. Zote Avni, unë Ju dëgjoj. me shumë guzim për sakrificën dhe për kushtimin që e keni ju, që hyni në rrezik për të shpëtuar jetë, unë personalisht ju falenderoj të gjithë zjarfikësve kudo që janë, për humanizmin, forcën që tregoni për çdo ditë. Ju falenderit Dhe shumë. respekte pa fundësi, prej në tokë deri në qiell, për të gjithë zjarfikësit të në qiellit ton, me këta kushte që i kemi. Unë kam një respekt shumë të veçantë për të gjithë. Dhe qoftë një sezon e shumë e qetë. Por kam një 3 pyetje të cilët do doja që t'i marrim si këshill për qytetarët që na ndjekin, se cilët janë ato hapat e para që duhet një qytetar të ndërmarr sapo të vrej ndonjë zjarr në ndonjë ndërtesë apo në shtëpi. Dhe cilët janë ato gabimet më të shpeshta që njerëzit i bëjnë gjatë panikut kur ballafaqohen me zjarrin. Dhe pyetja e tretë është si duhet të veprojmë qytetarët për të ndihmuar zjarfikësit Për t'ja u pa u lehtësuar. penguar gjatë intervenimit, sepse kemi një problematikë shumë të madhe këta. Së pari ju falenderoj për fjalët të bukura për zjarfikësit. Është një urim shumë i mirë në ditën e zjarfikësve. Shif, është një problematik shumë e madhe këtu në teritoret tona, ku ne intervenojmë. Qytetarë të ndryshëm mundohen që të bëjnë atë intervenimin e parë, mirë po i kisha lutë nëse nuk kanë njohuri në këtë drejtim të shmangin apo edhe të dalin nga banesat e veta derisa të arrijnë zjarfikësët. Kemi ndeshje në komunikacion të cilët ne si zjarfikës intervenojmë. Kemi qytetarë të cilët mundohen për të ndihmuar, është çështja humane secilit nga ne si qytetarë. Instikte njerëzore. Mirë po, bëjmë gabime që kushton edhe jetë njeri apo edhe lëndime më të mëdha që ai ka marrë në aksidente rrugore. Kështu që ju falenderoj edhe një herë për lëvdatat. Janë fjalë shumë të mëdha për mua sot dhe kam një motiv më të madh tash mbas ative fjalëve që i thatë. Faleminderit shumë. Faleminderit Respekt edhe shumë juve. gjithmonë. Gjithmonë respekte.